Breshja u shkund sot nga një nga operacionet më të mëdha kundër mafias shqiptare, ku në mes të arrestuarve doli edhe një oficer i antiterrorit të policisë së shtetit, Igli Haxhiaj. Oficeri ndodhur në Akademinë e Policisë për një kurs 3 mujor u prangos nga AMP-ja, i akuzuar për nxjerrje sekreti, korrupsion dhe shpërdorim detyre, pasi dyshohet se i shërben të klanit që trafikonte drogë nga Amerika Latine dhe Shqipëria në Itali. Pamjet e operacionit tregojnë kontrolle me qenë antidroge dhe pako kokaine të stampuara me logon Rolls-Royce, firmën luksoze që grupi përdorte si shenjë identifikimi. Klani i kishte bazat në Rovato e Palazzolo, duke përdorur gjetke dhe shofer autobusësh që transportonin drogë pa djeni. Prokuroria e Breshjas lëshoi 22 deri në 24 masa sigurie, 8 deri në 9 të arrestuar në vendngjarje, ndërsa 49 persona janë në hetim, 46 janë shqiptar. U sekuestruan rreth 3 milion euro, ndërsa fitimet e trafikut llogariten në 12 milion. Hetimi i përbashkët me SPAK ekspozoi një rrjet të mirë organizuar, ku dyshohet se oficerët e shtetit mbronin një industri kriminale që prej vitesh furnizonte Italinë me kokainë e heroinë. Ilir Meta, ish presidenti dhe kryetari i Partisë së Lirisë, mbetet në arrest me burg pas rrëzimit nga gjykata e lartë të kërkesës për ndryshimin e masës së sigurisë, duke lënë në fuqi vendimin e apelit të GKK. Vendimi vulos qëndrimin e ish presidentit në qeli dhe vë në fokus hetimet e SPAK për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie. Hetimet e SPAK të mbyllura në korrik 2025 përfshin edhe ish bashkëshorten e Ilir Metës, Monika Kryemadhin, ish kreu i AKEP, Piero Gjigjo, financuesen e LSI, Ema Çoku dhe nënën e Kryemadhit, Fatime Kryemadhi. Meta akuzohet për cesdia, marrëdhënie korruptive dhe përfitim parash në këmbim të influencës për kompani telekomunikacioni. Vendimi i sotëm tregon se drejtësia nuk ndryshon masat për ish presidentin, ndërsa SPAK vazhdon hetimet që kanë trondhitur politikën shqiptare dhe LSI-n. Ndërkohë, seanca paraprake për çështjen Meta, e cila do të mbajë ditën e sotme, është shtyr për në datën 5 dhjetor. Mësohet se seanca u shty pasi avokati ka bërë kërkesë për të njohur me aktet e dosjes. Ndërkohë, avokati Kujtim Çakrani deklaroi se Meta është gati të dëshmojë për 21 janarin, duke ofruar sipas tij dokumente që përmbajnë edhe informacione të klasifikuara si sekret shtetëror. Kolegji Penal i Gjykatës Kushtetuese do të mblidhet javën e ardhshme për të vendosur mbi vendimin e GKK-s që pezulloi Belinda Ballukun nga funksionet qeveritare pas kërkesës së SPAK për çështjen e tunelit të Llogaras. Relatori i çështjes është Sander Beci. Qeveria dhe kryeministri Edi Rama ankimuan vendimin, duke e cilësuar si antikushtetues dhe ndërhyrje të pushtetit gjyqësor tek ai ekzekutiv. Në argumentimin e tij, Rama theksoi se neni 103 i Kushtetutës garanton imunitetin e deputetit dhe i njëjti duhet të zgjerohet edhe të ministrat për të siguruar funksionimin e Këshillit të Ministrave. GKK-ja bazoi vendimin te neni 242 i Kodit të Procedurës Penale, i cili parashikon pezullimin nga detyra, por sipas qeverisë ky interpretim është i gabuar, pasi cënon imunitetin kushtetues dhe parimin e ndarjes së pushteteve. Gjykata kushtetuese pritet të përcaktojë nëse Balluku mund të pezullohet nga detyra apo nëse vendimi i GKK-s shkel garantimet kushtetuese. Pas zgjedhjeve të 11 majit, zërat për reformimin e PD-s janë shtuar, por kërkesat për largimin e Sali Berishës janë ndërprerë. Tani një lëvizje e re po merr formë brenda Selis Blu. Sot në ambientet jashtë Selis janë takuar emra të fuqishëm të listave të hapura dhe primareve: Ilir Ali Mehmeti, Hysen Kadiu, Gentian Cela, Qani Xhafa, Aulon Kalaja, Tedi Kolliku, Alma Kore, Parid Mahmutaj, Xhemal Gjungshi. Mes tyre rikthehet edhe Ervin Saliani, pas përfundimit të dënimit në dosjen Babalja, me synim pozicionin drejtues brenda PD-s. Pyetja që mbetet: a do të arrijnë këta të reformojnë një grupim brenda partisë dhe të ushtrojnë presion për të reformuar PD-n? Përgjigjja për momentin duket ende larg. Ndërkohë, kreu i PD-s Sali Berisha deklaroi sot se brenda partisë ka nisur një debat në bazë dhe janë krijuar grupe pune për forcimin e strukturave demokratike. Qëllimi sipas tij është betejë vendimtare kundër narkoregjimit. Berisha akuzoi qeverinë për terror ndaj pluralizmit dhe theksoi se zgjedhjet e fundit u damkosën si jo të lira, duke përmendur edhe qëndrimin kritik të SBA-s. Ai garantoi se demokratët do të angazhohen në procese të fuqishme ringritjeje të partisë, duke ndërtuar strategji dhe udhëzues për diskutime dhe aksione brenda PD-s. Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku rendit 5 arsyet kryesore pse projekt buxheti 2026 nuk mbron qytetarët dhe shkel të drejtat kushtetuese. Sipas saj, minimumi jetik nuk njihet, pavarësisht kërkesave të avokatit të popullit. Pensionistët mbeten të pambrojtur përballë rritjes së çmimeve. Çështja e pronave mbetet e bllokuar dhe vetëm 20% e dosjeve të përndjekurve politik janë trajtuar. Rritja e pagës minimale shton barr për bizneset pa përmirësuar jetën e punonjësve, ndërsa nisma e paqes fiskale cënon barazin përpara ligjit dhe
favorizon informalitetin. Tabaku kërkoi transparencë të plotë për përfituesit e tenderëve dhe koncesioneve, duke paralajmëruar se opozita do të votojë kundër buxhetit që sipas saj nuk adreson sfidat sociale dhe ekonomike të vendit. Deputeti socialist Erion Braçe komentoi projektligjin për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike. Gjatë mbledhjes së Komisionit të Ekonomisë, ai theksoi se deputetët dhe drejtorët që menaxhojnë interesa të drejtpërdrejta duhet të jenë të barabartë në raportimin e pasurisë dhe stilit të jetesës. Braçe vuri në dukje se koha e kufizimit pas daljes nga detyra nuk mund të jetë e njëjtë për të gjithë, duke sugjeruar që drejtorët që menaxhojnë miliona duhet të kenë masa më të rrepta se deputetët. Ai foli edhe për vlerësimin e stilit të jetesës, duke përmendur raste të veshjeve të shtrenjta që mund të krijojnë keq kuptime dhe theksoi se deklarimi i të ardhurave duhet të mbetet mjeti kryesor i kontrollit. Braçe përfundoi duke shpjeguar se ligji duhet të marrë parasysh situatat reale të deputetëve, si ata me tokar në zonat rurale, dhe të mos krijojë pengesa të panevojshme për veprimtarinë e tyre, për sa kohë deklarojnë pasuritë e tyre sipas ligjit. Gjykata e Shkodrës caktoi arrest me burg për Erzen Ukën dhe Julian Çumrakun pas ngjarjes së ndodhur në fshatin Kryezi i Fusharrës. Të dy u rrethuan në një banesë të braktisur, ku gjatë 13 orëve të tensionit qelluan me armë ndaj forcave Renea. Në banesë u sekuestruan 4 automatik, një pistolet, 17 granata dore, municion dhe flamuri ISIS, duke ngritur alarmin për rrezikshmëri të lartë. Uka ishte pjesëtar i forcave paqëruese në Irak, ka precedent për nxitje urrëtieje fetare, ndërsa Çumraku rezulton me vjedhje dhe kanosje. Avokati i Ukës pretendon se klienti ndodhej rastësisht në shtëpi dhe nuk dinte për armët, por gjykata nuk e pranoi këtë dhe vendosi burgim të menjëhershëm, duke theksuar seriozitetin e ngjarjes që tronditi Fusharrzin. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti njoftoi sot se municionet e para nga fabrika e re që do të ndërtohet në Gjakov do të dalin në fund të vitit 2026. Fabrika e parashikuar si e para e këtij lloji në vend do të shërbejë forcës së sigurisë së Kosovës, duke rritur kapacitetet mbrojtëse për sigurinë kombëtare. Qeveria ka miratuar shpronësimin e ish kombinatit bujqësor Ereniku dhe ndërtimin e zonës industriale në Jahoc. Marrëveshja për ndërtimin u firmos me një prodhues turk. Kurti theksoi se gjatë 4 viteve të fundit FSK-ja është pajisur me armatime moderne, duke shpenzuar mbi 430 milion euro për blerje të pajisjeve dhe dronëve nga prodhues amerikan. Transformimi në ushtri të rregullt po vazhdon. Deri në 2028, FSK-ja do të jetë mbi 7500 pjesëtar aktiv dhe rezervist, nga mbi 4000 aktualisht. Gjermania po zbaton planin operational, një dokument sekret 1200 faqesh që parashikon lëvizjen e deri 800.000 ushtarëve nga Gjermania, SBA dhe NATO drejt kufive lindor. Në rast konflikti me Rusinë, plani detajon rrugët, hekurudhat, portet dhe mbrojtjen e trupave, duke e kthyer vendin në qendër tranziti ushtarake me investime 166 miliardë euro deri në 2029, kryesisht për infrastrukturë me përdorim të dyfisht. Dokumenti synon të parandalojë luftën, duke bërë të qartë se ndonjë agresion nuk do të ketë sukses, por zyrtarët paralajmërojnë rrezikun e menjëhershëm nga spionazhi, sabotimi dhe sulmet kibernetike. Analistët paralajmërojnë se një armë pushim në Ukrainë mund të japë Rusisë mundësi të riorganizohet kundër NATO-s. Gjermania megjithëse nuk do të jetë në vijën e frontit, shndërrohet në platformën kryesore të aleatëve për Evropën lindore, ndërsa ushtria, spitalet dhe policia trajnohen paralelisht për një periudhë vigjilence të shtuar. Pas debatit mbi draftin e planit amerikan të paqes me 28 pika, Rusia njoftoi gatishmërinë për bisedime serioze, ndërsa delegacioni amerikan do të vizitojë Moskën javën e ardhshme. Presidenti Vladimir Putin tha se nuk ka plane agresioni ndaj Evropës, por shtoi se disa aspekte të sigurisë evropiane duhet të diskutohen. Në anën tjetër, BE-ja dhe përfaqësuesja e lartë Kaja Kallas paralajmëruan se çdo marrëveshje duhet të imponojë detyrim mbi agresionin, jo viktimën, dhe kundërshtuan kufizimin e ushtrisë ukrainase apo braktisjen e territoreve. Kallas theksoi se Rusia ka sulmuar 19 vende në 100 vitet e fundit, duke cilësuar si kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë evropiane. Sipas saj, Ukraina duhet të ketë drejtën sovrane të vendosë për forcat e saj të armatosura, aktualisht 800 deri në 850.000 ushtarë, ndërsa disa shtete evropiane kërkojnë presion maksimal ekonomik dhe ushtarak ndaj Moskës, deri në tregimin e vullnetit të vërtet për paqe. Hong Kongu u zgjua mes tymit dhe bilancit tragjik. Të paktën 75 të vdekur dhe mbi 250 të zhdukur, pas një zjarri kolosal që përfshiu kompleksin gjikant të panesave publike Wang Fu Court në Taipo. Flakët dogjën 7 nga 8 kullat 31 katëshe, ndërsa zjarrfiksit luftuan për orë të tëra për të shpëtuar mijëra banor të bllokuar, ndërsa komuniteti kërkon të mbijetuarit. Policia ka arrestuar 3 drejtues të kompanisë së mirëmbajtjes Prestige Construction, të dyshuar për vrasje të paqëllimshme, pasi dyshohet se kanë përdorur materiale
materiale të pasigurta që e kthyen kompleksin në një kurth fatal. Hetuesit sekuestruan 14 kompjuter dhe dokumente që tregojnë shkelje flagrante sigurie, ndërsa dëshmitarët rrëfejnë natën e tmerrit mes tymit, panikut dhe evakuimeve të dëshpëruara. Autoritetet thonë se zjarri shpërtheu brenda pak minutash dhe u përhap në mënyrë të pakontrollueshme, duke ekspozuar dështim grotesk të firmës përgjegjëse. Hong Kongu sot kërkon përgjegjësi dhe drejtësi. 3 muaj pas vdekjes së ikonës së televizionit italian, Pippo Baudo, shpërthen një polemik. Pasuria e tij rreth 10 milion euro nuk është pranuar nga askush. Vetëm pronat e paluajtshme, përfshirë apartamente në Rom, zyra në Prati dhe toka në Sicili e Lazio, arrin në mbi 6 milion euro, ndërkohë që vilat të tjera janë shitur ndër vite. Një pjesë e madhe e trashëgimisë shkon për Dina Minën, asistenten që e shoqëroi për 36 vite, e cila e konsideronte Baudon si një baba. Por pyetja që mbetet pezull, a është vlera reale më e madhe? A ka prona apo të ardhurat të padeklaruara që nuk janë llogaritur ende? Derisa misteri rritet, trashëgimia e Baudos mbetet pezull, me pyetje se çfarë fshet pasuria e një prej ikonave më të mëdha të televizionit italian. Familja e Bruce Willis, aktorit legjendar 70 vjeçar, po përballet me një sfidë të jashtëzakonshme, sëmundja e demencës frontotemporale që prek kujtesën, komunikimin dhe aftësinë e njohjes. Ai ndodhet aktualisht në një qendër të specializuar, ku merr kujdes 24 orësh. Emma Hemming Willis ka treguar se çdo hap i familjes është i planifikuar me kujdes për të përballur me momentet më të vështira, duke u fokusuar tek mbështetja emocionale dhe duke përgatitur vajzat, Mabel 13 vjeç dhe Evelyn 11 vjeçe, të kuptojnë ndryshimet në shëndetin e babait. Pas ndarjes nga jeta, truri i Willis do t'i dhurohet kërkimeve shkencore, një vendim që Emma e përshkruan si emocionalisht të dhimbshëm, por i domosdoshëm për shkencën. Vajza e madhe, Rumer Willis, thotë se babai po ja del në mënyrën e tij, duke bërë këtë betejë personale dhe familjare për çdo ditë.